Përshëndetje të dashur miq edhe ndjekës të kanalit Mekanikët Amator. Sot po ju tregoj një video shumë të shpejtë se si ndërrohen ferrotat e aksit të parë. Me fjalë ferrotat e gomave të para. Atëherë, fillojmë, është një video shumë shpejt, ashtu që mos ta zgjatim videon. Ja, kjo është pasi kemi hequr gomën, e kemi ngritur në krik edhe fillojmë bëjmë çmontimin. Kjo është pjesa këtu që ka një vid, ka dhe vidën poshtë, çmontohen të dyja këto me një çelës 17 dhe 14, e vendosim këtu lart sepse këtu është, siç e shikoni, këtu është edhe pistoni që më vonë duhet të shtypet mrapa të shkojnë në vendin e vet, sepse do vendosim ferrotat e reja dhe nuk e merr. Pastaj vazhdojmë, heqim ferrotat e konsumuara, është ky teli këtu, ky këtu. Pastaj hiqet të dyja ferrotat e konsumuara, hiqet kjo pjesa e llamarinës që është një kështu, dhe pastaj vendosen të rejat. Siç e shikoni këtu, ka vendin e vet kjo këtej, edhe kjo tjetra këtej. Pastaj vendoset pjesa tjetër, kjo që hoqëm më përpara, shtypet pistoni këtu, ky pistoni që shtyn ferrotat, bëhet frenimi. Në mënyrë mund ta shtypni me një kështu, ose kjo për shembull e bën shumë mirë funksionin e tij. E shtyp mrapa derisa të shkojë në pozicionin fillestar. Pastaj e vendosim në vendin e vet, vendosim dy vidat mbajtëse që e bllokojnë, siç e shikoni edhe këto. Këtu janë të mira, nuk kanë nevojë për ndrrim, sepse funksionojnë, kanë të grasatura. Nëse do kishte një problem, mund të ndroshim, ose mund t'i fusin grasa që të lëvizin në mënyrë të shumë. Pastaj duhet të keni parasysh, hyjni në makinë, pasi keni ndruar, duhet shtypni frenat 3, 4, 5 herë, derisa në mënyrë që pistoni të futet të shtrëngojë ferrotën në pozicionin e duhur, edhe kështu jeni në rregull. Duhet të keni parasysh, nëse ndroni ferrotat e mrapme dhe keni frena elektrike, përsëri duhet të bëni të njëjtën funksion, duhet 4-5 herë që të bëni shtypjen e frenave derisa pistoni të shkojë në pozicionin e vet. Kupito? Edhe kështu pastaj ajo është në rregull. Nuk keni asnjë lloj problemi dhe një punë shumë shpejtë dhe me pak lekë. Ju faleminderit dhe na ndiqni përsëri në videot e tjera. Nëse për çdo lloj pyetje i bëni në kanalin tonë.